Dhe për fund do ta përmendim një ngjarje të Ahmed ibn Miskinit, një rob i Allahut Azza wa Jall, një dietar, dhe kjo ngjarje është transmetuar prej dietarëve të shekullit të 3 Hijri. Dhe ky person Ahmed ibn Miskini kishte qenë një prej dietarëve. Mirë po, deshti Allahu pas një kohe të sprovohet me një varfëri të madhe, me një varfëri e cila nuk dinte edhe kis çfarë të bënte më. Nuk ishte me hangër. U bën një ditë, 2 ditë, nuk ishte çfarë të hanë. Dhe vendosi që të del në xhami. Pasi që e fal namazin, e takon një prej shokëve të tij. Dhe i thot, du me shit të shtëpinë time. Nuk nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk jo ka kërku njerëzve, mirë, po thot du me shit shtëpinë për me ushqy familjen me bukë. Andaj ky personi thot, merri këtë dirriska me bukë, thot shko çoja u familjes tane, thot edhe lusim Allahun Azza wa Jall të bëhet një zgjidhje, thot mos u ngut me shit shtëpinë. Ahmed ibn Miskini gëzohet, thot mu duk, thot sikurse më zbriti xhenetin tokë. Gëzim i madh, se po jo çon diçka fëmijëve, se ata janë konte e prit, se gruaja e vet para se me dal për shtëpi tha, dil tha kërko diçka tha. Kena met pa bukë, kena met pa hangër. Andaj ki duke u kthy për shtëpi gëzuar, e shen një nanë me një jetim. Dhe kjo nana me këtë jetimin, ki jetimi po çon prej undësijës. Për shkak se edhe ki nuk ishte hangër bukë prej dje. Dhe ki në dorë duke i mbajt ato 2 copa bukë, tha, ajo nana tha, ki diçka me më dhonë për hir të Allahut, tha. Mirë po ki e kishte edhe gjendjen e tij e cila në shtëpinë e vet edhe ata ishin duke e prit për bukë. Dhe vendosin këtë moment me bë tregti me Allahun subhanahu wa taala. Vendosin këtë moment që ata të cilët që ato dirriska bukë cilët i kishte, të jepte për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe tha, merri këto riska bukë, tha, dhe normal, u mërzit, mirë po e bani për hir të Allahut, për shkak se të familja vet nuk ishte kur gjë. Dhe e pa se, sikurse këtina kur ju dog në fillim që i zbriti xhenetin tokë, e pa në fytyrën e asaj çikës vogël edhe të nanës saj, se ju mbush fytyra me gëzim. Dhe u gëzuan ata. Dhe bën dua për ta. Dhe kur ja u dha këta, ju rodhen ata lotët. Dhe vazhdon ki rrugën, mirë po i mërzit. Shpresën tek Allahu Azza wa Jall duke mos e humb, mirë po i mërzit, se nuk ka çfarë çon tek shtëpia e vet. Dhe mbështetet tek një mur i afër shtëpisë dhe e thirr shoku i tij. Dhe i thot, o Ahmed, thot, je boj i pasur. Thot, subhanallah, thot, unë sa i dhash ato 2 riska bukë, thot që i pata, thot, kim thot, je boj i pasur. Thot, je boj i pasur, thot, se po të kërkon njani me një deve të musht me arje, kështu me radh, thot, ty ose babën tanë, thot, dika prej familjes juve, thot, të ngusht. Edhe ki shkon, e këshyrë, thot, çka është çështja? Ai thot, keq ke pasuri çka po e sheh. Thot, është e jotja. Thot, subhanallah, thot, ka erdhi kjo. Ka është kjo pasuri, prej ka. Thot, për shkak se para 30 vite me babën tanë, thot, kina bo tregti, edhe prej asaj tregtie, thot, unë e kum fitu shumë. Edhe kum dash, thot, që me e kthy atë pjesë, për shkak se kina investu bashkë në tregti. Thot, kum dash, thot, me e kthy te familja e tij, nëse ai nuk është gjallë. E merr këtë pasuri, edhe subhanallah, mo i ndryshon gjendja e tij. Bëhet milioner. Mirë, po prapë se prapë ki nuk e harron Allahun Azza wa Jall. Dhe thot se i ka dhënë sadaka në ditë, ka 100 denar të arit. Sikur sot me dhon ndoshta miliona, ose me dhon një shumë të madhe sadaka çdo ditë. Se Allah e begatoi. Dhe një net prej netve e shën në ëndër se u bë kiameti. Dhe njerëzit thot ishin të hutum, dhe njerëzit thot nuk ishin gjendje, shkonin si të hupt, për shkak të madhështisë të madhe, dhe gjithë i shifnin se ju kishin ngarku mëkatet e tyre mbi supe. Dhe thot ja nisi llogaria, duke u marrë njerëzit në llogari.
thot dhe merdhi radha mu, thot për të marrë në llogari. Dhe kur e shikoj, thot, ja nisin duke mu mot veprat e mira dhe nuk mu pranonin. Ja nisën veprat e mëkatet, thot, me peshu ma shumë se sa veprat e mira. Mëkatet po peshonin ma shumë se veprat e mira. Dhe thot, mendova se jam duke u shkatëru. Përderisa vjen një zonë dhe thot, a ka diçka tjetër për këtë rob? Than po, janë edhe dy rriska bukë cilat i ka dhënë për hir të Allahut azza wa xal. Mirë, po apet thot, nuk po mbahet për me pështu për në xhenet. Thot, a ka edhe diçka tjetër për këtë rob? Thot, janë edhe lotët e asaj nanës, edhe lotët e asaj jetimës, dhe i qesin peshore dhe peshen ma shumë se kësa gjuna dhe pështon. Dhe i thënë, shpëtove dhe shka. Dhe ky i pyet, thot, po çka u bë, thot, me ato 100 denar cilat i jepsha sadaka, me ato punë të mira tjera, me ato vepra tjera? Thot, në gjitha ato vepra ka pas, thot, si e faci. Dhe janë kanë shku. Nuk janë më në regjistin e veprave të mira. Prandaj, prej kësaj ngjarje të madhe madhështore, kuptojmë vëllezër se xhenetin mund ta fitojmë në vepra të vogla, në cilat ka sinqeritet. Andaj e këshilloj veten edhe juve që këto në të mëdha të mundohemi të bëjmë vepra të vogla. Vallahi ndoshta 1 euro sadaka të shpëton tek Allahu azza wa xal. Ndoshta 2 rekate namaz nafile me sinqeritet dhe me prezantimin e zemrës në atë namaz do shpëtojnë tek Allahu azza wa xal. Lusim Allahun azza wa xal që Allah të na bën prej atyre të cilët bëjnë punë të mira dhe i bëjnë vetëm për hir të Allahut azza wa xal. Lusim Allahun azza wa xal që të na i falë mëkatet tona, të na kaplon me rahmetin e vet, të na i shkon emrat tonë, të familjeve tona në emrat e banorëve të xhenetit, dhe Allah azza wa xal të na ndryshon gjendjet tona për të mirë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.